Besnik arsyeja pse e shtrova këtë pyetjen që më let me pacientat që flasin apo pacientat të cilët vështirë e shprehin është sepse ky trendi i ChatGPT-s, ky trendi i marrjes së informacioneve pa bazë, pa burime të sigurta, ka bërë që këto smundjet psikosomatike të rriten, që t'jam veshim vetes një smundje duke i përshtatë simptomat e asaj çka përjetojmë, ato çka lexojmë dhe duke i bërë një puzzle që na dërgojnë drejt një depresioni ose ankthi. Literatura në internet din tjetë e mirë, po nga njerë kur personi fillon me kriju atë klimen patologjike, kisha në thonë, dhe fillon me hy ka një rregullim, atër orientimi ti, disponimi ti shkon në tjesit që a i ka. Edhe hynë hullumton nëse po piqasëm i ka depresioni, hynë hullumton ka depresioni, hynë kthejet në kalumen e tina, e zhvillon atë pasigurin, atë ndjenin e fajt, në raport me tjerë, disponimi i tina bëhet i dëshpërum, i humb këtaqësia, i humb iniciativa, edhe fillon me kultivu në mënyrë pavedishme simptoma edhe mandej gjendja tina krijohet në atë nivel që duhet kërkëndimin e profesionistit. Qasja në internet, puna në tash që po janë këto, e ka edhe atë komponentën, sepse kontakti me telefon i vazhdueshëm po ndikon edhe në balancën e shqisave, në balancën kognitive edhe të pjesës emocionale. I sheni ngjarje emocionale ose të frikshme, je pasiv, ki frikë zhvillohen edhe këto ndikojnë masanaj në pjesën edhe të trurit edhe në zhvillimin e simptomave.